Faleminderit shumë për këtë përgjigje. Në ndërkohë pyetja e radhës është si vijon. Thot një televizionist se fëmijët parapëlqejnë zakonisht lojra të ndryshme në vend të mësimit. Çfarë thotë duhet bëjmë? Çfarë më këshilloni që ata të parapëlqejnë mësimin dhe kështu leximi i Kuranit dhe gjithçka e natyrës islame të jetë më e lehtë për ta dhe më e dashur sesa lojrat? Normal se çdo prind ka përgjegjësi ndaj fëmijëve të tyre. Për këtë arsye, normal se lojra është pjesë e jetës së tyre. Dhe jo rastësisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka lejuar që lodra të ndryshme të posedojnë të luajnë fëmijë. Derisa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, e cila ishte e martuar mirë po moshën 9 vjeçare. Dhe lundte me shoqet e saj kur hini pejgamberi Allahut i mbuloi lodrën. Dhe pejgamberi Allahut tha çka është kjo? Ja Aisha, i zbuloi i po se i ka marru disa lodra të ndryshme në mesin aty ishte një kali. Edhe pejgamberi Allahut i thotë ja Aisha, ç'është ky kali me krah me flatra? Tha subhanallah, nuk e din se kali i Sulejmanit ka qenë me flatra? Dhe buzëqeshët dhe keshët pejgamberi Allahut derisa vjen kokër shpinës. Pra pjesë e jetës së fëmijëve janë lojra, vetëm se dirigjimi i fëmijës, edukimi i tij është më rëndësi. Pra i thua fëmijës, pasi ta mësojsh këtë sure të Kurani Kerimit, pasi ta mësojsh mësimin, të i krish detyrat e shtëpisë, do ta blej këtë lojër. Ta lidhsh pas mësimit një send që e don fëmiu. Dhe t'ja dirigojsh në këtë mënyrë kohën, këtë mënyrë inshallah do të ketë sukses. Asnjëherë mos bën që ta mirësh ta shkëputsh prej lojës që cilën e don më shumë dhe ta obligojsh me diçka të cilën ndoshta një ditë do ta urrej. Allahumma miretim.